Banka Kombëtare Tregtare festoi 100 vjetorin me një mbrëmje gala në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku morën pjesë personalitete të larta të shtetit, drejtues të Çalik Holding, institucione financiare, partner vendase të huaj, diplomat dhe klient të bankës. Me rënjë që në vitin 1925 me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, BKT ka qenë ngurthemeli i sistemit monetar kombëtar. Që nga themelet e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1925, sot ekzistojnë dy institucione të mëdha financiare: Banka e Shqipërisë, si banka qendrore, dhe BKT, si banka më e madhe tregtare, me rreth 25% pjesë tregu në Shqipëri dhe 15% në Kosovë. Ka pasur shumë ulje ngritje si për shqiptarët në të dyja vendet, ashtu edhe për BKT-n gjatë 100 viteve të fundit, por sot kemi një bankë të klasit botror dhe një vend në prag të anëtarësimit në BE. Banka Kombëtare Tregtare. Banka Kombëtare Tregtare ka udhëhequr jetën ekonomike të Shqipërisë dhe është shndërruar në një simbol të zhvillimit, besimit dhe stabilitetit. Sot BKT po ndërton një të ardhme të re mbi një trashëgimi të gjatë. Ajo po lidh 100 vitet e historisë me inovacionin digjital, duke vendosur në qendër qëndrueshmërinë dhe kontributin në komunitet. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë vlerësoi rolin e BKT-s në zgjerimin e përfshirjes financiare, modernizimin e shërbimeve dhe promovimin e tranzicionit ekonomik drejt teknologjisë. Banka Kombëtare Tregtare është gjithashtu një motor i rëndësishëm i inovacionit, me investime të mëdha në digitalizim, në produkte moderne të pagesave dhe në shërbimet bankare që lehtësojnë qasjen e qytetarëve tanë në financë. Në shumë aspekte, banka ka qenë një ndër promotorët e tranzicionit të vendit drejt një ekonomie gjithmonë më moderne dhe të orientuar drejt teknologjisë. Mbrëmja solli një udhëtim artistik nga tradita tek modernia, me interpretimet e Marigona Qerkezit, Gëzim Myshketës dhe Olen Cezarit, në ndërtimin e maestro Sergio Alapont. Sot banka ka mbi 800.000 klient, zotëron 25% të aktiveve të sistemit bankar dhe operon në Shqipëri dhe Kosovë me dek fizike dhe shërbime tepër të avancuara digjitale.